Mirëmbrëma. Kina sapo ka inauguruar 10G. T'ja u përsëris prap 10G. Kush është rasisht, le t'i bëj like faqes, nuk ju kushton asgjë. Ju falemderit që jemi për bashkë, falemderit pa fund dhe që diskutojmë së bashku. Ju lexoj të gjithëve, nuk mund t'ju përgjigjem të gjithë dhe ju falemderit. Sinqerisht më falni. Para 10 ditësh, Kina në periferi të Pekinit, rreth 110 km nga Pekini, inauguroi një anten 10G dhe bën provën e parë. Merreni me mend, në pak sekonda ata mundën të karikonin 8K dhe të mund të lëvizni me shpejtësi të madhe në internet saqë nuk e keni den. Shikoni, për të krijuar 5G, pra ne në qoftë se do përdorim 5G që është ka kohë që flitet për 5G dhe ne themi që mund të ketë probleme të rënda shëndetësore, merreni me mend se çfarë mund të bëj 10G. Shiko, do t'ju tregoj një fakt të çuditshëm që ka ndodhur në Angli, në Londër për të qenë më të saktë. Para 2 viteve, kur instaluan disa antena 5G, disa fëmijë të vegjël u dilte gjak nga hundët. Është e vërtet kjo, dhe ndodhi për një kohë të gjatë. Tani çfarë bën? Që të gjithë qytetarët, pra ata që të ishin tek zonat ku ishin këto 5G, shkuan dhe bën denuncimin. Dhe kujtuan që të gjithë, sepse kishte një pjesëmarrje të madhe, dhe kujtuan që të gjithë që do ishin do fitoni gjyqin kundër shtetit ose kundër kompanive të mëdha. E dini se çfarë përgjigje i dha gjykatësi popullit? Nuk mund të frenojmë teknologjinë për 1 apo për 2 apo për 100 njerëz. Teknologjia duhet që të eci përpara. T'ja u përsëris prap? Shiko, sikur nuk janë fjalët e tij, sikur janë fjalët e dikujt tjetër. Nuk mundemi. Me një fjalë, le të vdesin disa, nuk mund të bëjmë dot gjë, sepse kjo është bota, ky është zhvillimi, dhe ne nuk mund të frenojmë dot zhvillimin, thonë gjykatësit. Tani, dua t'ju pyes juve, bëm disa video para disa ditësh që ju tregova se si do të shkojë le të themi ecuria e njerëzimit deri në vitin 2050. Dhe ne që duhet për të arritur në vitin 2050, duhet që gjatë kohës, pra gjatë rrugës dhe gjatë këtyre viteve, të ndodhin disa gjëra, disa ndryshime të mëdha. Mirë po, në çdo ndryshim, ne e dim shkencërisht dhe historikisht, në çdo ndryshim ka humbje. Humbje në të gjitha anët, në këtë rast edhe humbje jete të njerëzve. Sepse duhet të dini, siç ju thash dhe më përpara, zhvillimi sjell pasoja. Dhe ne, duke jetuar zhvillimin, ne na duket çdo gjë normale, por në krahasim me vitet 1980 ca, për shembull, deri sot, shikoni se çfarë zhvillimi kolosal që kemi bërë. Dhe është vetëm fillimi. Merreni me mend tani me robotët që do dalin pas pak. Dhe robotët, me fjalë Elon Musk, do të çojë 1 milion robot tani këtë vit. Do i dërgoj, me fjalë i kanë bler që të gjithë, do i dërgoj në merkato dhe do fillojnë dhe të tjerë dal nga dal. Pra, zhvillimi sjell edhe pasoja. Dhe këtë që nuk kuptojnë shumë njerëz. Unë ndaj jam këtu shpeshherë që bisedojmë së bashku dhe ju falemnderit sërish që jemi për bashkë dhe habitem se si disa fillojnë dhe qortojnë ose paragjykojnë pa e marrë parasysh as edhe një gjë. Kur unë nuk është se ofendoj kënd, ose nuk është se unë e bëj për veten time, unë e bëj për të gjithë. Dhe disa, në qoftë se nuk kuptojnë, mos rrini këtu, mos u afroni, vazhdoni jetën tuaj. S'keni pse ofendoni, s'keni pse, nuk është se më ofendojnë mua, po që argumentin në fjalë pse duhet fyer ai mendim, për çfarë arsye. Më vjen inat ndonjëherë sepse është për të mirën e tyre. Është për të mirën e tyre në radhë të parë, dhe njeriu nuk duhet të paragjykojë. Ky është një informacion falas, ky që u jap unë. Dhe këto informacione që jap, që
së pari janë falas, janë diskutime të përbashkëta. Dhe këto diskutime të përbashkëta sjellin në një tjetër rrugë, në një rrugë të informacionit, sepse kush është e ardhmja? Gjë që shumë pak e kanë kuptuar dhe ju që jeni këtu, pa dyshim, sepse më falenderoni çdo ditë kur thoni falenderit për informacionet. E ardhmja është informacioni, është dituria, zgjuarësia. Pra, zhvillimi psiqik i njeriut, zhvillimi mendor, dhe pastaj edhe ai teknologjik. Teknologjikën e ka dikush tjetër, po vjen nga dia, nga njohurit. Pra, ky është zhvillimi i njeriut. Dhe unë po thoshja që 5G krijoi probleme të mëdha në disa fëmijë, të sapo lindur dhe bile edhe në të rritur. Merreni me mend tani nëse vihet në dispozicion një 10G, sa e fortë mund të jetë. Pra çfarë mase mund të jetë, çfarë për masash mund të jenë valët e saj. Shiko, për ata që nuk janë të informuar, deri para disa kohësh, ne lëviznim me telefona me kabël, okay? Dhe nga telefonat me kabël, pastaj filluam që të lëviznim me fjalë të komunikonim me telefona, sepse në fillim ishin ata me kabël nga shtëpia ose nga në për qytet. Mani mend që merrje në telefon vije monedha dhe flisje në telefon. Unë nuk maj mend kur kam folur për herë të fundit, po më duket këtu në Itali për herë të fundit. Sepse pastaj në 94-ën unë kam bler telefonin. 94-ën. Me fjalë telefonit celular po flas. Po përpara se të përdorja telefonin celular, kam merja me telefon shtëpie dhe ma merr mendja që në 92-shin, 93-shin kam përdorur ata telefonat me monedha. Pra ne duket kush e di sa larg, ishte para disa viteve. Në 92-shin, 93-shin që ishin këta telefona. Dhe ne sot kemi një celular që përveç se është si telefon, por ne e përdorim edhe si televizor, sepse shikojmë filma, shikojmë çdo gjë. Kemi informacionet, kemi kartën, kemi çdo gjë. Dhe nuk duhet për mendimin tim që të paragjykojmë ndonjëherë kur thot ndonjëri ose ata ose ti kujtja, kam vënë disa që thonë, po ti për kë punon? Qa janë këto që ti pse u bën reklam atyre, ç'lidhje ka? Ky është budallëku më i madh që mund të thotë njëri. Sepse ne këtu diskutojmë. Unë nuk po u bëj reklam atyre, por po them, hap një bisedë për të diskutuar së bashku, sepse këto janë fakte dhe po ndodhin. Dhe në qoftë se nuk i thot kush, në këtë rast unë, në qoftë se nuk i thot kush, sepse portalet, kryesisht në për TikTok, apo ku ta di unë, ose edhe në për shumë programe televizive, madje në për programe televizive, po thuaj plot, flasin vetëm për budallëqe. Vetëm për gosipe edhe për budallëqe. Këto janë informacione. Sepse gosipet edhe budallëqet, ndoshta për dikë mund edhe të qetësohet njeriu dhe hajde, shikon, nuk ka problem. Por nuk duhet të jenë prioritet. Prioritet janë informacionet, sepse informacioni është dije dhe dija është pushtet, siç e kemi thënë. Kështu që kur ndajmë këto informacione këtu, në radhë të parë i ndajmë për të diskutuar dhe për të informuar. Por tjetra është tepër e rëndësishme, si do informojmë ne? Ne jetojmë në këtë botë. Jetojmë në këtë vend, jetojmë me këta njerëz. Pra në qoftë se ne nuk kemi informacionin, si do jemi mish me dy sy, duke ikur? Pra, ndaj them që mos paragjykojnë disa që futen këtu, ndoshta dhe rastësisht, paragjykojnë me këjetime, s'jam me askënd. Unë jam thjesht këtu dhe të falenderoni YouTube-in, ose në Facebook-un apo TikTok-un, që janë këto portale që ne mund të flasim. Sepse më përpara, si mund të komunikonim, si mund të ishim kështu të drejt për drejt me njëri tjetrin. Sepse ndoshta këtë gjë e di unë, një gjë tjetër e di ti dhe së bashku të gjithë diçka mësojmë. Pra informojemi, sepse bota sundohet nga dija, siç e kemi thënë. Kështu që deri dje ne ishim të varfër jo vetëm ekonomikisht, po edhe psikologjikisht. Dhe këta telefona, këto
ky zhvillim na bëri që dhe televizori, çdo gjë, na bëri që të ecim përpara dhe të jemi një hap më përpara. Dhe tani, normal që jetohet më mirë, të themi të vërtetën, ja doja t'ju pyesja juve, ju si jetoni më mirë tani apo më përpara? Më merr mendje tani jetoni më mirë, sepse më përpara s'kishim as bukë për të ngrënë kur ishim në Shqipëri. Kështu që unë them zhvillimi është i rëndësishëm, por ndërkohë dua t'ju informoj që ka edhe probleme gjatë rrugës, sepse ky është zhvillimi. Kështu që nëse sa afërmi do fillojnë me 6G në Evropë, po flas, apo të fillojnë me 7G apo me 8G, bëuni gati sepse pastaj do vi dhe 10G. Kinezja, që është për herë të parë në botë 10G para 10 ditësh. Kështu që pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këto argumente, për zhvillimin, për teknologjinë, për të 10G, çfarë mendimi keni? Merreni mend me këtë 10G të lexova, ajo VR është ajo janë ato lojrat vërë me syze 3D, thoshte që janë fantastik. Me një fjalë, në një pikselet janë në maksimum dhe lëviz me një shpejtësi fantastike. Tani, ka dhe gjëra të këqija mes kësaj, nuk diskutohet, por që teknologjia. Tani pres komentet tuaja. Hajde, natën, ju përqafoj.